sot, më 8 mars, në orët e hershme të mëngjesit, personi QG nga Kumanova, 39 vjeçar, ka dhunuar barbarisht bashkëshorten e tij, duke i thyer brinjët, duke i shkaktuar lëndime të rënda në kokë, në shpinë dhe në fytyrë. Lëndime të rënda trupore. Sot, më 8 mars, gruaja e cila është dhunuar barbarisht ka qenë shtatzën me fëmijën e tyre të 4 dhe 3 fëmijë tjerë të vegjël. E gjitha ku dua të dalë është jo që ju sot mos festoni dhe të reagoni, të protestoni, po dua t'ju bëj një thirrje institucioneve që t'jenë më të vëmendshëm kur ka dhunë ndaj grave. Ne, si pa cenzurë, suportojmë gati se çdo ditë njerëz të cilët janë në nevojë. I marrim, i dërgojmë në institucione, i shoqërojmë, edhe pse nuk është punë e jona, po e bëjmë me shumë dashuri dhe me shumë përgjegjësi të njëjtën. Edhe kjo grua në mëngjes më ka kërkuar ndihmën time për të raportuar rastin e policisë dhe për t'u larguar nga dhuna që ishte ushtruar dhe për t'u larguar nga ajo shtëpi në të cilën po përjetonte terrorin. Fillimisht kam tentuar që të kontaktoj numrat të cilat janë kujdestar në endin për punë sociale. Të gjitha nuk funksiononin. Kam kërkuar numrin 112 në polici në ora 10, sot, më 8 mars. Edhe kam treguar si një grua ndodhet në rrezik, është dhunuar nga bashkëshorti dhe dëshiron që në bashkëpunim me endin për punë sociale ajo të sistemohet në një qendër shelter. Punoj si policor, ka thënë nëse ty nuk të ngrejnë telefonin, ne do të shkojmë deri në vendngjarje, do të presim endin për punë sociale dhe asgjë nuk do të ndodhë. Ky punonjës policor në numrin 112 që kam lajmëruar nuk e ka marrë seriozisht dhunën që është ushtruar kësaj gruaje dhe ka thënë që le të pres një kohë, shih më mirë me endin për punë sociale se ato duhet fillimisht të reagojnë e më pas në qoftë se ato reagojnë, ne do të marrim masa si polici, e cila nuk është e vërtet. Fillimisht deklaratën duhet ta marrë policia dhe të jetë në vendngjarje policia. Ai më tha të kundërtën. Edhe pse unë insistova, sistemi im ishte i kodë dhe koha nuk më premtonte. Kam kërkuar në numrat e endit për punë sociale, të cilat janë për soslinja, por nuk funksiononin asnjëri. Nëpërmjet të një qendre shoqate jo qeveritare HERA, e cila është shumë bashkëpunuese, kam kërkuar një numër të personave kujdestar të cilët janë ekipit kujdestar në Kumanov. Kam kërkuar disa herë në telefon, më pak 5 herë, dhe nuk e kanë ngritur telefonin. Në momentin që janë përgjigjur në telefon, kanë thënë më mirë është të qëndroj dikun tjetër, ne do të mund të marrim masa ditën e hënë. Sigurisht jam kërcënuar në telefon duke i thënë se në qoftë se ato nuk marrin masa menjëherë, unë jam gazetare dhe do t'i paraqes menjëherë në media. E kam parë që nuk funksionon. Këto administratorë të cilët janë për të kryer punë kujdestarie nuk funksionojnë në endin për punë sociale. Edhe kam thirrë në telefon në kabinet të ministrit, kam thirrë drejtorin e qendrës për punë sociale në Kumanov, të cilët kanë reaguar menjëherë, pra unë shumë më lehtë kam rënë në kontakt me qendrën për punë sociale në Kumanov, drejtorin, kabinetin e ministrit, sesa me punonjës tjerë të cilët e degradojnë të gjithë ministrinë. Edhe për shkak të këtyre personave të papërgjegjshëm në ministri, ne revoltohemi me punën e komplet ministrisë, e cila sigurisht ja kam prishur gjumin, se kam thirrur ditë vikendi, po ajo është në kujdestari, ajo është në orar të punës. Më pas më ka lajmëruar, kuptohen, në telefon, më ka kërkuar falje dhe ka thënë se nuk e ka kuptuar saktë çfarë ka ndodhur. I thash se nuk është vërtet që nuk e ka kuptuar, por ajo nuk e ka bërë punën e saj si duhet. Këtë 8 mars, në bashkëpunim me drejtorin e qendrës për punë sociale në Kumanov, gruaja u vendos tek një qendër strehimore, në të cilën do të qëndroj bashkë me fëmijët dhe personi dhunuesi i saj, burri, bashkëshorti, të cilën e ka dhunuar shtatzën, të merr dënimin e merituar. Edhe fëmijët do të dërgohen tek qendra ku do të jenë bashkë me të ëmën. Pa cenzurë, vazhdon të ju suportoj juve dhe është porta e së vërtetës. Të gjithë ju, punonjës të cilët sot nuk keni reaguar si duhet, ua kam dërguar emailët dhe ta merrni dënimin e merituar.